Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një vlog të ri këtu në kanalin tim. Është video e parë për 2026 dhe unë dua t'ju uroj një vit të mbar dhe shpresoj që të gjitha qëllimet që i keni vënë vetes për 2026 t'i arrini dhe t'i plotësoni. Pas kthimit në Shqipëri ishim e vërtet shumë sëmur, por në datën 16 siç ju pata thënë edhe në një nga videot, kisha provimin, kështu që prandaj nuk kam qenë aktive, por shpresoj nga sot e tujte të bëhem pak më shumë aktive në YouTube, se ju e dini që mua më pëlqen shumë që të xhiroj dhe më kishte marrë shumë malli. Tani po shkoj në kurs, do thoni ju akoma nuk e mbaruar me kursin? Nuk kam mbaruar sepse tani kemi Leben in Deutschland. Është një tip kursi që bëhet për të njohur më shumë historinë edhe rregullat këtu në Gjermani. Është edhe diçka që e kërkoj në momentin që aplikon për pasaporto, kështu që thash pse mos a bëj. Tani un po nisem sepse duhet të shkoj, jam më shumë onest si gjithmonë. Sapo kam çuar ranjën te kopshti dhe do të hap përsëri kamerën në momentin që do kthehem nga kursi. Ja dhe ora 8:51, super vonë. Dhe në të vërtet për jashtë është shumë ftohtë, duket si gjë e bardhë, pemët janë kështu si të bardha, sikur ka rënë borë, por është e gjitha ngric edhe ngrin. Unë tani sapo erdha këtu në shtëpi, mbarova kursin, në fakt kursi është pak i mërzitshëm, por mëson gjëra të reja, kështu që në një farë mënyrë duhet. Tani do shkoj te shtëpia shpejt, do bëj punët edhe mezi pres që të xhiroj, sepse me vërtet që më ka marrë malli shumë që të flas me ju. Updateoj pak edhe t'ju tregoj se çfarë ka bërë këto ditë dhe se çfarë ndodhi pas videos së fundit. Siç e dini, video e fundit ka qenë video me sekuenca nga ditët në Shqipëri, ndërkohë që unë me veten time këtë herë kisha aq shumë punë për të bërë. Nuk e di, po mezi e prisja këtë herë që do shkoja në Shqipëri, edhe për arsye se Sapi mori dhe makinën, edhe kur ke makinë mund të dalësh, edhe mund të bësh më shumë gjëra, dhe shumë gjëra të tjera, dhe asgjë nga këto nuk u bë realitet, po di të them që kam ndenjur vetëm shtrirë në krevat. Po bëj vite që nuk isha sëmur ashtu siç u sëmurëm këtë radhë, madje unë mbaj mend që kam bërë gjilpëra, që e vogël, mund të kem qenë në moshën 3-4 vjeç, jo më shumë, dhe asnjëherë nuk kam bërë më gjilpëra, përveç në një serumi tek tuk, por këtë herë di të them që u ngopa duke bërë gjilpëra. Shqyr zotit nuk bërjanja, bëra vetëm unë, kaluam një, nuk e di si ta quaj, një viroz, nuk e di a ishte Covid, se mjekët aty thoshin që është si tip Covidi, a thjesht u ftofëm, nuk e di ta përshkruaj, po di të them që kemi qenë aq keq sa nuk e keni iden, dhe mund të them që edhe në ditën që po flasim sot nuk kemi akoma 100%, edhe nuk e ndjej akoma trupin tim 100%, edhe të kem një imunitet të fortë, lodhem shumë shpejt, edhe mendoj se mund të ketë qenë si tip Covidi, ashtu siç edhe doktorat më thanë. Ato ditë shkoni vetëm në spitale, nëse nuk do shkoja unë, do shkonte Anja. Në fund u smur edhe Sapi, kështu që të tre kemi qenë smur. Pastaj ditët e fundit që do iknim, duke qenë se ato ditë na shërbente Viera, u smur edhe ajo, dhe imagjinojeni vetë të gjithë pjesëtarët e familjes aty të smur. Me pak fjalë nuk kaluam fare mirë, nuk u kënaqëm fare. Në fund mendonim edhe pjesën se si do vinim deri në Gjermani, sepse normal rrugë e largët dhe ne do e bënim me makinë. Dhe fati që rruga na eci, në fakt na shkoi shumë mirë, kemi ndaluar shumë dhe kemi shijuar. Në fakt unë kisha ëndër që ta bëja me makinë, edhe ndërkohë të ndalonim edhe në vende të tjera. Kemi bërë edhe një ndalesë në Kroaci, në një nga ato qytetet e vogla të Kroacisë, në Zadar kemi ndaluar. Me det, ishte shqyr zotit edhe koha shumë e mirë aty, kurse në vendet e tjera, për shembull në Bosnjë Hercegovinë që ndaluam, në Maltëzi ka qenë
super kohë e keqe, edhe gjithkohës domethënë ka qenë koha vetëm me shi ose me borë, një nga këto dyja, por atje ishte koha shumë e bukur, edhe me vërtet që na bëri mirë që ndonjëm edhe një natë aty në hotel, edhe u qetësuam, pastaj të nesërmen pam vendin, një eksperiencë e re, edhe kështu e bëm pjesën e rrugës, po në fakt rruga na eci shumë mirë, edhe pse ndiheshim pak të lodhur. Pastaj kur erdhëm këtu, siç e thash, veten akoma nuk e kemi marrë 100%, ndërkohë që këto ditë jam munduar që të mësoja për provimin që kisha, për nivelin e gjuhës gjermane, nivelin B1. E kalova si situatë, sepse ishte një situatë shumë stresuese, e mora me shumë stres këtë pjesën e provimit, edhe deri në ditën e parafundit ishim në kurs, pra paradite bënim kurs normal, përgatiteshim për provimin dhe pas dite çfarë mund të mësoja vetë. Vetëm ditën e fundit nuk kam mësuar fare, sepse thash, okay, të bëhet çfarë të bëhet, çfarë kam mësuar gjatë gjithë këtij viti do jap aty, edhe ditën e fundit e kam bërë pushim, nuk është se kam parë, thjesht në një gjë tek tub të vogël kështu në televizor. E bëm edhe provimin, po tani mund të them që jam pak si më në siklet se çfarë isha. Okej, nuk e kam atë stresin që provimi, kam provim, edhe ato emocionet e provimit, po jam kështu si në ankth deri në momentin që do marr përgjigjen, edhe përgjigja me vërtet që vonon, sepse duhet të presim diku te 3-4 javë. Si provim mund të them që nuk është se ishte shumë i vështirë, e prisja pak më të vështirë, unë kisha më shumë frikë tek emaili edhe te shpreshën, po mund të them që këto dyja ishin dy pjesët nga ku mund të them që mund të kem dalë më mirë, sepse të shpreshën fola shumë mirë, ato zyshat që ishin aty te komisioni ishin super të mira, nuk ta bënin fare të vështirë, edhe në momentin që të pyesnin, pyetjet ishin shumë të thjeshta, siç e dini dhe funksionon, në fillim do bëhet ai prezantimi i vetes, normal, me fjalë pak të nivelit B1. Zyshat kur e shohin që flet fusin edhe në një pyetje tjetër, po ishin shumë pyetje të lehta. Pyetjet që më bën mua ishte që a shkon goca në Kopësht, çfarë gjuhë flet, a ka mësuar gjermanisht, edhe nuk e di se çfarë pyetje më bën tjetër, por që do ta kujtoj dhe do bëj një video enkas për këtë në Instagram, sepse kam shumë goca që më kërkuan që t'ju tregoj se çfarë ra në provim. Kaq kam bërë këto ditë, nuk është se kam bërë asnjë gjë tjetër, më kanë ardhur disa bashkëpunime, më kishte marrë malli që të xhiroja dhe thash, okay, hape kamerën se tani është momenti. Është e vërtet që përsëri rutina është e njëjtë, që shkoj te kursi, pastaj marranjën, edhe kështu siç e kam pasur gjatë gjithë këtij viti, por që mund të them që jam pak më e çliruar nga kjo pjesa se nuk marrim detyra aty, gjërat janë më të thjeshta. Për pak më duhet që të shkoj te marranjën, por ora është 2, un kam domethënë mund ta marr deri në orën 2:30, kështu që kemi kohë. Dhe thash të tregoj një dy gjëra të vogla që kam marrë në Temu. Gjithashtu dua të di edhe mendimin tuaj për atë raftin e këpucëve që do ju tregoj pak më vonë. Më jepni një mendim se nuk e di ku ta lë, te pjesa këtu brenda apo ta lë tek pjesa jashtë. Kështu që kur t'ua tregoj më vonë te klipet, mos harroni që të më shkruani në komente. Gjithashtu kam edhe një dy gjëra shumë të vogla. E para është kjo kasa që kam porositur në Temu, shikojni pak sa e bukur që është me këtë rosakun, edhe e mendova tani në pranverë, kur të ngrohet koha, me këto ngjyrat e lezetshme, duket shumë bukur. Dhe kam porositur edhe diçka tjetër. Është një fund pantallon që t'jep atë idenë sikur është lino, megjithëse lino nuk është, po edhe copë e keqe nuk është, nuk e di si pambuk, nuk e di, më pëlqen, është edhe jo shumë e tejdukshme. Shikojeni pak për çfarë kam fjalën. Janë kështu pantallona fund, pra poshtë ka pantallona dhe duket kështu. Po e afroj që ta shihni edhe nga afër. Unë tani do ju lë ato klipet se në fakt porosia ka ditë që më ka ardhur, edhe më thoni, mos harroni se ku mund ta lë atë që do ju tregoj, pra raftin e këpucëve. Nëse doni linkun e këtyre, do ua lë në description dhe mos harroni që të përdorni edhe kodin për të përfituar ulje. Ika tani se duhet marranjën. Kam vendosur vetëm një pjesë të këpucëve këtu dhe më pëlqen shumë fakti që tek rjeshti mund të vendos deri në 3 këpucë, gjë shumë e mirë kjo. Por tani po mendoj, nuk e dia duhet ta mbaj brenda. Se vendi këtu në fakt është pak i vogël dhe më duket sikur e bllokon, por nga ana tjetër më pëlqen se si duket dhe po mendoj që të marr edhe një shport, diçka të bukur, dhe këtu tek pjesa bosh të vendos një zbukurim.
edhe diçka nga ku mund të vendosim çelësat, për shembull çelësat e shtëpisë, çelësat e makinës, edhe në momentin që del i merr, edhe madje edhe nuk i harron, se zakonisht unë jam shumë haraqe dhe i harroj çelësat, por që kështu ka menduar. Tani do e provoj edhe një herë jashtë, edhe në qoftë se nuk më pëlqen jashtë, e sigurt që do ta lë këtu brenda, sepse më pëlqen, pavarësisht se më duket sikur ma bllokon pak vendin, por do shohim. Sa po dola dhe më erdhi një paket, është një paket bashkëpunimi, që mezi po pres që ta ndaj me ju, sepse ka gjëra shumë të bukura këtu brenda. Dita tjetër e këtij vlogu. Sot është ditë e premte, unë nuk jam në kurs, jam pushim, sapo kam çuar Anjën te kopshti dhe po përfitoj nga rasti që të kujdesem pak për veten time sot. Kam menduar që të bëj disa ushtrime sot të tipit stretching ose yoga, sepse për sa u përket ushtrimeve të palestrës, sinqerisht po nuk më mban sepse më lodhin shumë, kështu që do bëjmë diçka të lehtë sot. Kam marrë edhe këtë tapetin e jogas. Gjithashtu kohën e kemi diell, siç arrini të shihni, kam hapur dhe këto grillat, sepse nuk e keni iden sa më kishte munguar kjo drita e diellit, kishim ditë që nuk e shihnim, bënte vetëm vrentur, dhe pavarësisht kohës jashtë që është me minus, temperaturat janë me minus, e shijoj shumë sepse brenda është ngrohtë edhe thjesht bien këto rrezet e diellit kështu, dhe prandaj jam goxha pozitive sot dhe dua që ta shfrytëzoj ditën sot në maksimum. Plani për sot, pasi të mbarojmë me pjesën e mëngjesit, të ha dhe mëngjesin, është që të marrim Anjën, pra do mundohem që në momentin që vete ora për të marrë Anjën, të iki direkt edhe nga dyqanet edhe të marr disa gjëra të vogla që më duhen. Kam menduar që sot për darkë të gatuaj peshk, kështu që duhet të shkoj që të marr te Lidl peshk, se aty e marr zakonisht peshkun dhe nuk më pëlqen ai ngriri. Aty më duket sikur është më mirë te të gjitha ato supermarketet e tjera, kështu që do shkojmë që të bëjmë edhe pak pazar. Shpresoj mos të harroj edhe lulet, sepse nuk kam bler lule për këtë javë, kështu që do blej edhe lule, po pasi të mbaroj me ushtrimet këtu, do mundohem që t'i shkruaj të gjitha gjërat në telefon, sepse harroj. Tani po filloj me ushtrimet dhe e hap përsëri më vonë kamerën. Mbarova, tani po më hahet dhe duke qenë se nuk kam ngrënë gjë për sot, kur iku Anja, i hodha me vete një vezë, pra zjeva 2 vezë, një vezë e kam gati dhe po mendoj që të bëj edhe një smoothie. Herën e fundit që shkova te Kauflandi, kam gjetur smoothie të përgatitur vetë, domethënë janë ato frutat të vendosura në qese të vogla. Në fakt nuk e dija se ishin në qese të vogla, se kur kam marrë lule shtrydhet kanë qenë ashtu të futura bashk, po këtë radhë ishin kishte 3 fruta, kishte kiwi, ananas dhe mango, dhe i kishte të ndarë në qese të vogla, gjë që është shumë e mirë, sepse në qoftë se më vete mendja për të bërë smoothie, si sot për shembull, marr atë qese, e nxjerr nga ngrirja dhe e kam gati. Kjo pako që kam nxjerrur unë ka shkrirë, po ndërkohë desha t'ju tregoj edhe pak këtë, se si dukej, se për mua ishte hera e parë që shifja që kishte smoothie të përgatitur vetë me 2-3 lloje frutash, dhe unë zgjodha këtë, kështu duket, ndërsa pakot e vogla brenda duken kështu, ka kiwi, ka mango, ka edhe ananas. Tani e forta është se mua më ka mbaruar qumshti, dhe hiq mendja që të fundit ja dhash Anjës mbrëm për të pirë, por kur të shkoj në supermarket do bëj edhe smoothie. Tani për momentin do ha këtë vezën e zier, edhe kur të shkoj në supermarket që të marr qumësht, do bëj edhe smoothie.
Sapo më erdhi porosia nga Temuja tani dhe në fakt të porosi mezi po e prisja sepse kisha porositur gjërat e ditëlindjes së Anjës, duke qenë se Anjës po ja afron ditëlindja, kisha porositur gjëra shumë të bukura dhe në fakt kisha merak pjesën e fustanit, nëse do t'i bënte apo jo, kështu që e doja të vinte me patjetër shumë shpejt dhe shkëlqyer erdhi dhe nuk më duhet që të bëj ndryshime te porosia. Por porosin do ua tregoj në videon tjetër, sepse në videon tjetër kam menduar që të bëj ato organizimet e ditëlindjes së Anjës edhe kështu, pra nuk do e tregoj tani. Megjithatë nuk ju kam treguar sepse ka këto ditë që ka ndodhur. Nuk e di pse këta fëmijët mistrec, le të themi, si Anja, e gjojnë fiks në ato momente që kemi ndonjë gjë, për shembull siç është pjesa e ditëlindjes që po i afron, edhe e gjojnë që do bëjmë prapësira. Anja në fakt i ka prerë edhe një herë tjetër baluket, por nuk i ka prerë aq keq, ka prerë thjesht pak flok, ama këtë herë o zoti i madh i ka bërë shumë keq, ka prerë pjesën këtu dhe e ka prerë fiks si çun, kaq të shkurtër që nuk e me çfarë t'ja kapësh, sepse nuk i kapen as me kapse, kam provuar që t'ja bëj edhe me llak edhe që t'ja ngjis kështu lart, edhe nuk janë ngjitur, domethënë nuk e keni iden sa keq i ka prerë baluket. Ti shohim pak baluket? T'ju tregoj tani se çfarë mora, rrugës ndryshova mendim dhe nuk shkova te Lidl se mu duk pak larg dhe i mora për të shpejti aty te Peni dhe përfundova dhe pa peshk, por që do ta marr ditë tjetër. Po i nxjerr një herë edhe po tregoj se çfarë mora. Mora qumshtin, mora këto filetot e peshkut. Këtë është hera e parë që do e provoj, më duk pak interesant me mango. Një kastravec, këto se më pëlqejnë shumë, po nuk e dia do jenë të njëjtat me ato të fundit që ka marrë tek Kauflandi. Lule shtryve, patate, akullore, buk dhe këtë e ha në formë sneku. Kur më hahet në një gjë, është shumë i shishëm.